tjera herë kur del çto mos del me fol kundër fesë sa në të i përdosh çto farë simbole kombëtare u çkën ato Skënderbeun e ke qit atje. Ja. Unë jam në zyrët e organizatës. Po, tani pozicionin që ti po fol, të i përdosh çto simbole, mu po mdoket që pak pikesh përdosh çto farë. Nëse ti tash po ke diskur se ki për rrjetet sociale të kuptoj, thot gale. Jo, absolutisht nuk po keq përdori kurrë. Po kuptohet që kjo është një temë e cila do të vlerat të cilat i përfaqëson. Edhe hapësirat e tjera të ndërsa na jemi mbledhur me fol për një akt kriminal, për një vrasje. Do të kemi në zyrën tem. Ky sfondo. Zotri Beka. Kemi ndonjë kriter sa i përket. Zotri Beka dhe zotri Ashari. Faleminderit shumë për inkuadrimin dhe kontributin. Do të kemi edhe raste të tjera, se po shihet që ka shumë gjëra për të diskutuar. Shumë shkurt për fund, po. Unë pa dashur me hyrje thellë, ne do thotë tema ishte vrasja, motivet e vrasjes. Por që ju dhanë edhe ngjyrime fetare, kështu se pa shmak që mos marrim edhe opinionet nuk është në rregull të japim ngjyrime fetare absolut në asnjë mënyrë, në këto rrethana, sidomos për shkak se kemi të bëjmë edhe me familjen e. Fakt ato filluan që nga konferenca, nuk është që e bëm ne me këtë diskutim. Është shumë e vërtetë. Mirë, po edhe nuk mund të ikmi ndoshta aspektit konceptit të ngjyrimeve fetare për shkak se po burojnë nga një ekstremizëm dhe do thotë u tha edhe nga hoxha Jashari, zotri Jashari që normalisht kem probleme, do thotë, kur e thash opozit, kem probleme me radikalizëm. Në kupton me ngritje të institucioneve të cilat kanë bazë radikale. Asaj përket vullnet aspekte me çka dalin, i dha konotacion tjetër temës. Po sa i nisi me konotacion. Po që aspekti i kontestimit me çka del mbrapa sfondin, nuk kisha me hy tutje se në fund fundit. Jo, është si detaj ka fune. Detaj po me gjithatë. Jo që diçka shumë shqetësoj. Unë përkulem para ti zotnjës burrit edhe para ti në trishkonjave, kështu që është pas shumë kujdes çka fol kur e ato mbrapa. Po mirë tash, relacioni i bisedës dhe prapavia ndryshojnë. Kështu që është çështje personale. Faleminderit për sot, unë besoj se do të kemi kontributin e juaj. Edhe nuk ka drejtësi për Shterin Lika nëse nuk zgjidhen përgjegjësia brenda institucioneve të Kosovës, kush ka qenë përgjegjës, duhet niset nga ajo.